Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do flasim për samitin e diasporës, i zhvilluar për 3 ditë me radhë në Tiranë dhe për të folur për zhvillimet e tij, për ndikimin e tij në Bashkimin Evropian dhe për shumë të tjera. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar Tahir Shabani, ambasador i paqes. Mirëmëngjes i nderuar, faleminderit që je me mua. Mirëmëngjes, mirëmëngjes qytet i lashtë i shqiptarisë, qytetit të Shkodrës. Uroj që kjo ditë të jetë e mbarë me shëndet, mbarësi për shqiptarët kudo, edhe nga shpërndarja përfundimet e samitit të kthehen aktivitetet punës, se me shpresim pas 2 viteve që ndodhej. Patjetër që po. Si e pave ti në këmbvështrimin tënd, si ishte ky samit i nderuar? Nivel dekorit e angazhimeve, ceremonive ka qenë, pastaj tek ekspertiza, tek raportet, profesionalizmi nga mërgata dhe strukturimi, shije se qarkullonin grupe të ndryshme. Unë veç shpesh javë kom thonë delegacion, kur të vinin organizata ndërkombëtare me vazhdojnë bashkarisht edhe ditën të kaloni. Po shpërndanu, vazhdojnë për grupet të punës, në përsesjane, ka qenë një samit shembull për Ballkanin Perëndimor, për shqiptarët. Uroj që të vazhdohet për balë samitit, vazhdohet me agenda preliminare, ekonomike, diplomatike, duke organizuar në përqendrat e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, me agenda ekonomike, pa harruar kulturën, thesarin. Unë po shoh libra këtu dhe vazhdim kujtohem promovimit e librit, aty është në agenda dhe Besik Musafaj, një shkrimtar i mirë i kombit shqiptar dhe autor të tjerë. Prandaj, edhe letërsia është thesari identitet, gjunjës dhe kulturës. Prandaj, në këtë drejtim, kem hapë dhe shkolla shqipe, do vazhdojmë të hapim që të mbrojmë ABC-n shqiptare dhe kur flasëm për kulturën e gjuhën, rikujtojmë veprimtarinë akademike të Universitetit Ligjë Gorakuqi me mirënjohje dhe konsiderat të larta. Sa i rëndësishëm është për Shqipërinë edhe për mbar shqiptarinë ky samit? Sepse ky samit është bashkues, patjetër që shumë shqiptarë janë në përbot dhe ata duhet të ndihen, zëri i tyre të jetë i fuqishëm në vendin e tyre të lindjes. Sa i rëndësishëm është për të gjithë ne ky samit? Për ne në përgjithësi ka një vlerë të shtuar, rëndësia e samitit është nëse kemi një ngjarje, organizojmë ngjarje Bashkimin Evropian. Unë dola gjatë samitit me një propozim konkret, ata që janë partner ekonomik, dhomat e tregtisë industri që funksionojnë në Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të organizohen në forumet ekonomike që përmes bashkëpunimit dhe organizimit të samitit, ne të organizojmë nga Tirana, Prishtina, Maqedonia, Mërgata, të ftojmë partner ekonomik gjatë konferencës ILOS në qershor në Zhenev, ku jenë partner të qeveritarë, punëdhënës dhe sindikata. Ne do të konkretizojmë të partnerët ekonomik, që zgjerohet këtë një rjetë fuqishëm dhe të organizojmë me atashe ekonomik dhe diplomacinë shqiptare, të koordinojmë veprimet diplomacisë ekonomike, duke promovuar industrinë, zhvillimin dhe thithjen e investimeve në territoret shqiptare. Sa vështirë do të jetë kjo për Shqipërinë, të thithë këto investime, të ketë këtë zhvillim, sepse Shqipëria patjetër është një vend në zhvillim, por është një vend, siç ne shohim, është një vend me rritje të brisht. Unë shoh nga aspekti diplomatik, Shqipëria ka vendin e vetë, shteti shqiptar në Kombet e Bashkuara, organizatat ndërkombëtare, mund të flasëm për OBT-n. Po, pranë OBT-s, organizatat botërore të tregtisë, në forumet ekonomike që mbahen shtator, një vjetëqare janë, ende nuk kena vrejten që ka pas një vullnet në zhvillimin ekonomik, delegacione shqiptare të vinë të jenë prezent gjatë forumit ekonomik. Prandaj ndodhë se ne jemi antarë me drejtat barabarta, po nuk mjafton e të jesh antar me një organizat, po duhet veprime, duhet kemi përfaqësues të shtetit, cilët janë në misionin diplomatik, duhet lobojnë kur janë agendat me prioritet ekonomike,
duhet komunikohet me institucionet nacionale dhe gjitha këshillat e qarkut me ato mundësi që krijohen, të ftohen delegacione me ekspertë ndryshëm në ekonomi dhe bashkëpunim. Se mirë, ne i kemë gjitha, ne po përgatisim për përfundimin e negociatave antarësimin në Bashkimin Evropian. Po ka shumë, nuk janë vetëm negociatat, ka gjitha ato kabinete nga Komisioni Evropian kanë mundësi, mund t'jetë flitet për turizmin, për këto zonat e bukura, përse qeveria shqiptare nuk marrë iniciativa që të mendohet edhe protokole kulturore, turistike për zhvillimin dhe pasurinë e shtetit shqiptar, duke kriju mundësit e ura bashkëpunimit mes Kosovës, Maqedonisë dhe vendet e Bashkimit Evropian. Do takim apo në çdo mbledhje antarësimin në Bashkimin Evropian. Sa do ndikojë ky summit në Bashkimin Evropian dhe në antarësimin tonë në të? Ne jem nga mërgata, ne nuk duhet, ne mund të lobojmë me eurodeputet, mund të lobojmë me Komisionin Evropian, po politikën kryesore e bën shteti shqiptar. Pastaj është edhe një handicap tek delegacion shqiptare. Nuk mendohet që pjesë të mërgatës me ekspertizën e tyre ndërkombëtare të jenë pjesë e delegacioneve që të krijohen mundësi që kur të vinë delegacionet në Bruxelles, shoqërohen nga një agjendë e cila diskutohet për procesin e negociatave, tjetë edhe një përbërje shtesë, mund të jenë nga këshillat e qarkut, mund të jenë nga prefekte, mund të jenë nga kryetarët e bashkive, nga universitetet, se në forumet ndërkombëtare kem akademik, kem sesione. Përshtator uroj, do t'i bojmë ftesë dhe Universitetit Luiz Gorakuqi, rektorit, që t'jetë pjesë e forumit ekonomik, ku do ketë edhe Universitetet Britanike, Amerikane, nga Komiteti Evropian. Nuk është vetëm lobimi ekonomik, po është edhe diplomatik dhe akademik. Dhe në kodër të trekonshit akademik mes Shqipërisë, Kosovës dhe Trojës shqiptare, kjo është një sfidë që du të përballojmë bashkërisht dhe të punojmë në atë drejtim. E mes presëm sesionet e samitet, angazhime, se dekorat janë shumë të mira, po du të vepruar në atë drejtim. Po pse mbetet sfidë? Mbetet sfidë, po këtë sfida janë kogja të rana dhe për të të kaluar do në reflektim të thellë, do në profesionalizëm dhe do në përkushtim serios, agendat preliminare, diplomatike, janë kogja angazhim dhe sfidë në përgjithësi për kombin shqiptar, por unë uroj që qeveria shqiptare dhe e Kosovës dhe delegacionet shqiptare të shkojnë me një zë. Filloja çështja të kemë misione diplomatike të përbashkëta, por çka po ndodh pastaj? A është në të vërtet? Shërbimet konsulore shumë mirë, me një ambient Milano isha në vizitova konsulatën, ishte hap një ekspozitë që më pëlqej për kulturën e përbashkët. Në atë korridor përballë ishte edhe konsulata shqiptare dhe Kosovës. Unë kalova këndej, edhe mu do këtë diçka interesant, po mbetet aty? Aty mbetet, po nga jo pjesë nuk vrejta vullnetin e diplomatëve që të vepronin më shumë mes vete, shikonin mundësira tjera të përpilojnë agenda ekonomike, se Milano është një qendra me fuqishme, Lombardi, regioni Lombardis është me fuqishme në nivelin e zhvillimit ekonomik. Vetëm regioni Lombardis mund ta, sukur ta kurdonte një bashkëpunim bilateral me shtetin shqiptar, do ndryshon të shumë klima ekonomike. Pa tjetër që ndikon edhe në klimin ekonomik? Të ndikojnë këto biseda, se duke reflektuar, duke menduar zhvillimin ekonomik të vendit, du të veprohet ata që ekonomik, cilët janë për zhvillimin ekonomik, du të luajnë rolin e tyre. Do të punojnë me odat ekonomisë shqiptare-amerikane, shqiptare-kosovare, balkanike, gjithë unë vrejta shumë përfaqësues të këtij sektori ekonomik gjatë samitit, disa ishin pak kënaqur që nuk kanë arritur ndonjë agjend të përgatitshëm para samitit që të krijojmë kontakte. Edhe raportin në sesione, në tek panelistë. Edhe ato panelistë ishte një diskutim flitej për
çështjet e kandidimit të shqiptarëve tani kur kanë zgjedhjet lokale, regionale në Komitetin Evropian. Doli një nga delegacion qeverisë shqiptare dhe ne do kërkojmë një mbështesëm kandidat, po duhet të jenë zbashku një kandidat i përbashkët. Po derisa rritën, jetojnë, vazhdojnë studimet në Komitetin Evropian në Angli, nuk mund t'i morën ne 2 kandidate t'i fusëm me një subjekt. Zhvillimi demokracisë dhe pavarësitë institucionale kanë efektet e tyre. Ajo vojës që është kandidate në Londër, ajo rrit në atërim, edhe ashtu du të vazhdoj. Nuk mund t'i ndryshosh mendimin të kthesh tek social-demokracia evropiane, nëse ajo është me politikat ekonomike dhe zhvilluar shkojnë nga subjektet e qendrës së djathtë. Edhe kjo është koncept, nuk është integrus. Ne do t'i lëmë, pastaj do të kthejmë të Zheneva. Do flasë edhe pak për parlamentin kantonal. Patjetër me shumë kënaqësi. Po nëse ndalemi pak tek diplomacia e samitit, tek roli juaj në këtë samit, çfarë mund na thuash? Unë vërtet mundova shumë gjatë sesioneve, gjatë punimit të samitit. Nuk ishte qëllimi im të vrapoj pas kryenisit apo ministrave shqiptarë. Unë nga momentet takoj zëvendës presidentin e parlamentit Malizi dhe i propozova zotit Nikol Cama, i propozova që të krijojnë një mundësi përmes diplomacisë parlamentare të ftojnë nga fillimi i muajit, të ftojnë Paris, të forcojmë grupin e misisë që të startojmë edhe diplomacinë parlamentare. E janë shumë tema që mungon në samitit. Kështu që unë nga kondim nga instituti do propozoj Ministrisë Jashtme edhe këto t'jenë pjesë sesioneve, të futën temat të veçanta, se përmes delegacioneve parlamentare mund të bashkëpunoj me komisionet për ekonomi dhe zhvillim e tregti, duke forcuar grupet e misisë. Në këtë drejtim është shumë interesante dhe profitabile për vendin dhe duke bashkëpunu, koordinuar nga ekzekutivi, legislativi dhe partnerët ekonomik të kombit shqiptare, në veçanti të Tiranës. Sa të hapur janë për këto bashkëpunime? Jam shumë kurioze të di për këto bashkëpunime sa janë të hapur institucionet, qoftë shqiptare, kosovare apo të Maqedonisë së Veriut. Jam shumë kurioze të di këtë pjesë. Këtë periudhën e fundit, unë e kom vrejt mungesën e vullnetit diplomatik. Se kur është mungesa e vullnetit diplomatik, aty është nuk ka lëvizje politike. Pavarësisht një kryetare bashkisë ka vullnetin, po është ndikume nga partia në pushtet. Edhe kur pengohet, nga njëherë s'postohen edhe agendat. Jo në gjendje me ndërprej agendën takime, edhe me dhonë përgjithësi se më kërkon qeveria, zëvendës kryeministri, apo mund tjetë dikoj tjetër, do të kthejnë në Tiranë urgjent. Për mua këto janë pa kuptim. Nuk janë që të tregojnë, kur anullohet një vizitë nivelit edhe shtyhet e vizit, ne jemi s'postu nga agendat. Edhe pastaj vëmendja është pak ma larg se ajo e realitetit. Prandaj, nëse kur folja për Zhenevën, Zheneva është një vend kosmopolit, ka me shumë organizata, ma shumë kemë konferenca në Zhenevë se në ka bënë New York. Sesione, konferenca, drejtat e njeriut, zhvillim ekonomik, Komision Ekonomike Social për Europën, e gjitha ato drejtat njeriut. Aty në gjdo jem antar, unë jam dakord që zëri Shqipërisë në dëgjohet, po ku janë ekspert që t'jenë pjesë për bërse delegacionit, nuk mbahet përfaqësimi diplomatik vetëm me misionet në shërbim. Po si duhet të funksionoj? Po du të vinë shërbimi protokollit dhe ligji për diplomat lejon që çdo staf mund të bashkangjitet mision diplomatik nga Ministria e Kulturës, mund të ketë nga Ministria e Punëve të Jashtme, mund të ketë nga drejtësia, mund të ketë nga drejtat e njeriut, mund të ketë në zhvillim industrie, mund të ketë edhe temat të ndryshme, mund t'je vinë ekspert nga ministrit. Më jafton vullneti nga kryeministri dhe një ministri që ata dërgojnë një ekspert për një muaj, 3 javë,
dy javë, mund të dërgon dikon, mund të shkon edhe nga Këshilli Bashkiak, Këshilli i Qarkut i Shkodrës. Mjafton të ketë një memorandum Ministria e Jashtme dhe Këshilli i Qarkut, që dikush nga Këshilli i Qarkut me ekspert ekonomisë apo fusha të ndryshme t'i bashkangjiten misioni diplomatik në Kombet Bashkuara, apo mund t'i bashkangjiten Komisionit Evropian përmes përfaqësisë tonë diplomatike. Po këto mungojnë edhe ende nuk startojnë. Ke kom bon një kërkesë edhe nga autoritetet e Kosovës, nuk kanë reflektuar në këtë drejtim. Pse mendon se ndodh kjo? Pse nuk ka një reflektim në këtë drejtim, si nga në Shqipërisë ashtu dhe nga autoritetet e Kosovës? Para disa vite, tek autoritetet e Kosovës më kujtohet mesazhi ish ministrit jashtë, do të se ende jonë të hershme këto praktikat e ne, po pse me startojmë, kur nuk është definum tek ligji i shërbimit diplomatik për stafin civil apo politik. Kjo është shumë paradoks dhe pa kuptim tek diplomacia publike dhe kulturore. është shumë e pa kuptim dhe për të ardhur keq në një farë mënyrë. Unë ndihem, kom lëbu me delegacionet shqiptare edhe antarësimin e Kosovës në OBT, në organizatat ndërkombëtare. Në OBT ka qenë vitin 2000, pas 12 raundeve negociatash. Delegacioni Amerikan kërkonte qikot edhe ligji për blegtorin në bujqësinë shqiptare. Dërsa Ministria shqiptare ne grumbullojmë parlamentin për 3 javë i ratifikojmë këto. Atëherë Amerikani ngriti dorën dhe tha, ju lutem, Shqipërisë japëm 3 muaj afat, shikoj këto çështje edhe të rikthehen tek OBT-ja për ta tejkaluar këtë pengesë që legislacioni nuk ishte në përputhje me konventat ndërkombëtare tek aderimi i Shqipërisë pranë organizatat botërore të tërë para shumë vite. E gjithë të përvoja, më vjen shumë keq për qeverinë e Kosovës që nuk i shfrytëzojnë t'i ftojnë ekspertë e nivelit si punët e mia diplomatike pranë organizatat ndërkombëtare, po na dërgojnë përfaqësues diplomatik, cilët vinë nga një sektor i caktuar, që janë jashtë struktura ndërkombëtare dhe njohje diplomatike. Kom pas rastet, ftoj një delegacion nga Ministria e Jashtme e Kosovës dhe takime pune ftova vendet skandinave. Norvegji, Suedi, Finland, ishte Danimarka, i bëna bashkë gjitha edhe bëm një takim pune me styre, aty një duke diçka interesant. U tha se qenë ka shumë i mirë. Kjo në gjarje, ne na bëm për të reflektuar, ne jem për pozitivitet, për promovimin e territorit shqiptare, kombit shqiptar. Uroj që të vazhdojmë bashkërisht të i hekum këto barjera, edhe këto barjera kufitare, vetë-vetio, një komb, një adhe, një kulturë, një tradit dhe diplomacit përbashkët. Ne kemi potencialet mrekullueshme si Kosova, si Shqipëria, si Maqedonia, po edhe pjesa e Malit të Zi, por a mendon që është politika ajo që po i pengon këto potencialet tonat? Potencialet tona, ne nuk do të harruar kur shkojmë fushata elektorale. Unë kom qenë vëzhgus. Ne i harrojmë shumë shpejt. Unë kom qenë vëzhgus edhe shumë premtime banë gjatë fushatave. Edhe më vjen keq që ata kandidatë që shkojnë në parlament edhe Këshilla Bashkiake të kthejnë një herë elektoratit. Mos kërkojnë vetëm votën kur vjen momenti për kandidim. Ne të rikthejnë një herë atij programit cilin kanë premtuar. Sa përqind mund të realizohet tek zhvillimi ekonomik dhe bashkëpunimi me qytetarë, zhvillimin, format e mundësive. Përse Këshilli Bashkiak i Shkodrës, apo zonat tjera, komunat tjera, bashkive, nuk krijohet një mundësi me këshillat bashkiake nga Komiteti Evropian, të krijohen delegacion përbashkëtar, të krijohen përvojat e tyre, të ftohen, hapen kapitull për arsim, kulturë, shkëmbim përvojash, shqiptarët kanë thesarjen për kulturë, për artë. Përse pikturët nga Shkodra me zvin hapin një ekspozit kolektive në galerit më të mira të Zhenevës apo të Parizit, Strasburgut, pranë Këshillit të Europës, Parlamentit Evropian. Aty do të luajnë rolin e diplomacia kulturore nga shteti shqiptar. Por duket është ka pas shumë më herët misioni shqiptar organizon të ekspozita kulturore. Unë e kom ndihmu në drejtim këtë veprim. Edhe tash këto vitet e fundit nuk diskutohet e çështja. Përse Azerbajxhani e përdor, fton një ekip, një grup me muzikë të lehtë klasike, përballë saj hap ekspozitën edhe promovon vendin e vet. A na ka ndalon kush ta bëjmë këtë?
Jo, aspa. Unë kom propozu që të vinë piktorë nga zonat ndryshme geografike, edhe me misionin shqiptar pranë OKB-s, të hapëm një ekspozit për diversitet, për kulturën shqiptare. Që do ishte shumë bukur. Një mundësi artë për vëndin, për promovimin, për artistët, për piktorët, për të gjithë ata që e bëjnë. Diplomacia kulturë vetë nga Gjuma Franka është arti diplomatik. Prandaj, edhe pranë UNESCO-s në Paris, do shfrytëzohen këto. Ne kemi 2 ambasador pranë UNESCO-s edhe në Francë për shtetin francez. Do thotë ke 2 pozitat më të larta diplomatike në Republikën Franceze, që ka përballojnë edhe UNESCO dhe organizata ndërkombëtare si Frankofonia, jem shumë aktiv tek Frankofonia. Po nuk ndëgjohet zërion që përmes Frankofonisë shfrytëzohen programet akademike dhe Erasmus përmes Frankofonisë, kemi pranë universitetit kemi gjuhë letërsi frange, edhe kjo duhet promovohet. Ne kena promovu me letërsi, me botime shumë, po përballë kësaj duhet të kontribuohet në këtë drejtim, se gjitha jenë pjesë, zinxhiri është rrjeti diplomatik, po të punohet në drejtim me përkushtimin më të lartë. Jo mes mendojmë pas 4 vite do të kthehem në Tiranë, ministrit jashtme. Po është rregull. Nuk është e përjetshëm misioni diplomatik. Nga misioni mund të kthehesh ministri, nga ministria mund të shkosh përsëri në zonat ndryshme gjeografike. Para shumë vite doli në pension një funksionare në Kombin e Bashkuar dhe kishin marrë valigje me dimensiona të ndryshme, ajo çante. Urime, po valigjet s'm pëlqejnë dhuratë, se me këto unë do kthejmë si vizitore. Ato ishin për një rrugtim. Uroj se misionet e Kombit të Bashkuar të vazhdojnë si misionare dhe të bashkangjitim misionet humanitare përmes organizatave humanitare si eksperte e Kombit të Bashkuar, që edhe në pension ka punë. Sa bukur, po, vërtet bukur. Dua të flasim pak për Shkodrën. Ti e nise me një fjalë shumë të bukur për të, dhe lidhja jonë pa tjetër, sepse ne jemi një televizion lokal që shihemi në Shkodër dhe në Lezhë, tashmë edhe më gjërë, por përgjithsisht në Shkodër. Duhet më flasësh pak për Shkodrën, lidhjen tënde me Shkodrën, me këtë qytet kaq të bukur. Shumë faleminderit se për të përfundu bisedën do të kthejmë qytetërimit shqiptar. Lidhja e Shkodrës na lën shumë një lidhje fortë. Për mu personalisht që mundohem, pa mundërën po bëjmë me Këshillin e Qarkut, përshëndes edhe rolin e kryetar Këshillit të Qarkut, në ikosisht edhe prefektin, edhe prefektin Holta Duda, edhe cila na ka prit me përkushtim me respekt. Kjo agjend ka qenë shumë e ngjeshur, këto samitet na shpërndan shumë, na bën me agjenda. Angazhimet e shumta ndoshta. Përballë kësaj, unë shpresoj që shumë shpejt të vazhdoj me agenda preliminare, po du të ketë vullnet autoritetet shqiptare në këtë drejtim. Kur të propozojmë agendat në përgjigjen, nga njëherë edhe nga njëherë shtyhen nga agendat e prioritetit, uroj që me prefektin e Qarkun, me doktoreshën e Mjënjohën nga Shkodra, përshëndesëm, përzëmërsisht edhe uroj që të krijoj mundësinë që me prefekte francez dhe me përfaqësues nga Ministria e Mbrojtësisë dhe Bashkitë Franceze të hapëm edhe një kapitull të shkëlqyer në këtë drejtim të bashkëpunimit me regionin Francë, Gjenevë dhe kjo zonë ndërkufitare, është shumë një zonë zhvilluar në aspektin dhe roli i prefektit është determinues, përcaktuar. Këtu nuk vrehet as shumë, por është përfaqësues territorial i shtetit dhe ka kompetenca ekzekutive kushtetuese për të vepruar. Prandaj, mes ekzekutivit, pushtetit lokal, Këshillit të Qarkut, kjo do të jetë një shkëmbim, një komunikim i shkëlqyer në këtë drejtim, që bashkërisht përgatisim agenda për zhvillimin e vendit, agenda diplomatike për qytetërimin e Shkodrës. E përballë kësaj e kemi edhe ndihmojmë edhe bashkitë. Si Bashkia e Shkodrës, edhe këto zonë Këshilli i Qarkut, edhe si prioritet e kemi dhënë mund hapësirën edhe VADE-s, përshëndes kryetarin, nën kryetaria e cila është një lëbuese e bashkisë Aleksandra
e cila punon shumë në drejtim, ka shoqëruar vizitën e fundit edhe me prefektin e Qarkut, jem taku bashkë në vizitën e kur mori detyrën si prefekt e Qarkut. Prandaj, edhe ajo zonë është një zonë shumë e izoluar, ka nevojë për shkolla, ka nevojë shkëmbime, uroj që nga agjendat diplomatike tjetë edhe bashkia Vaudeje, si bashki simbolike, dhe përballë kësaj, të arrijmë që të krijojmë një binjakëzim nga komunat e zonave kufitare me Maqedoninë, që përmes këtyre dy bashkive, shikojmë një nga bashkitë franceze, të hartojmë një bashkëpunim multilateral me përkrajnë e bashkimit evropian me programe zhvillimore. Kjo është shumë. Kjo është diçka shumë e bukur. Unë ndjej, sinqerisht ja them, pa diplomasi, është prioritet për mua. Edhe këta të ndjejnë pushtetarët, të ndjejnë, me sarojnë kur, se kanë morë mandat. Jënë votu nga qytetarët, edhe qytetarët din me sekcionu. Po të bojmë për vendin, të lëmë në arkiv diçka një pasuri, të lëmë të tjerët kur të vinë, se samitin baroj, po e do vazhdoj, po si do vazhdoj, ne do të mendojmë reflektim pozitiv bashkarisht. Pastaj do të kthejmë edhe universitetit. Po, pa tjetër që do të kalojmë edhe tek universiteti, pasi koha ecën shpejt dhe nëse flasim pak për universitetet, diplomacinë e tyre, bashkëpunimet mes njëri tjetrit, ne i cekëm pak, por jo në mënyrë të detajuar. Mund të flasim pak për ta? Minke shkollore, universitare dhe para-universitare dhe shkolla 28 nëntore, një shkolla me mirë në nivel të Republikës, presëm që startohet edhe një mundësi binjakëzimi me gjimnazet të shkolla franceze. Sa bukur, po. Nga pola franceze në kena rritën, që do të avancojnë këtë program edhe për shkollat fillore. Delegacion franceze janë gatshëm me vizitu Kosovën dhe Shqipërinë. Pjesë presëm kanë qenë zgjedhjet lokale gjatë marsit, deri ta zonë pozitat edhe kryetarët, se edhe komunat kanë rolin e tyre në Francë tek shkollat. Edhe kanë përgjegjësit kompetencat administrative. Përballë kësaj, ne do të veprojmë përmes diplomacisë akademike që të krijojmë programe pedagogjike, bashkëpunimi me Universitetin Luçi Gorakuqi, të vijmë me delegacione nga Komiteti Evropian, me ekspertë nga Komunët e Bashkuara, organizatat ndërkombëtare, nga delegacione të ndryshme, që të organizojmë edhe sesione ligjërata të ndryshme, konferenca të përbashkëta, përshëndes punën e akademikëve, edhe rektorit, është një punë mrekullueshme. Edhe senatit. Universiteti në Shkodrës ka pedagogë të mrekullueshëm, që janë të gatshëm për këto lidhja, apo për këto bashkëpunim. Janë të gatshme. Uroj që të forcohet ky bashkëpunim dhe të krijohet mundësia që përmes Universitetit Shkodrës edhe Universitetit Tiranës ta krijojnë një mundësi të arrijon gjatë veprimeve të mia diplomacisë kulturore, të presë në Bruksel, pranë Komisionit Evropian, shikohen kurrikulat e arsimit të lartë, se tek nivelli akademik qeveria nuk ka as pak pengesa dhe ndikim këtë drejtim, kanë një autonomi institucionale. Dhe për këte du të kërkohet në ndihmë edhe nga Bashkimi Evropian drejtoria për arsim të lartë, shkencë dhe kulturë. Unë nëse rrihet kjo një agendë diplomacisë kulturore në Bruksel, është kryevepër që hap edhe programe, edhe donacione për kërkues shkencëtar të Universitetit Luçi Gorakuqi, kanë hapësirën për Bashkimin Evropian. Studentët nga universiteti ynë i shkëlqyer me staf akademik studentor, përse mes vinë në Bruksel, pranë Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, bojnë praktikat e tyre, gjatë periudhave kohore, për 3 javë, 1 muaj, në kodër programit Erasmus, shfrytëzohet parlamenti, diplomacia parlamentare, ekonomike. Po dhe këto mund të luajnë një rol shkëlqyes ambasada, misioni diplomatik, pranë Kombit Bashkuar. Përse nga Universiteti i Shkodrës në ende nuk kem asnjë, nuk kena pas në praktikë që ka ndonjë student nga Shkodra. Ka pas misioni shqiptar edhe nga Kosova, po këtu do të kërkojnë, do të adresohen student cilët vazhdojnë marrën ndërkombëtare diplomaci për ekonomi dhe temat e tjera, sot disiplina akademike, kërkojnë pra misione diplomatike ambasadave tonë për praktikat në kodër studime. Edhe kjo është shumë një mundësi e mirë, ata që i kanë mundësit
le të reflektojnë, në të mendojnë, sikur për shërbimet diplomatike që do është lejohet me arë nga administrata lokale me qenë pjesë e misionit diplomatik për një kohë caktuar, ashtu lejohet për student praktikat e tyre, mund të përdorën praktikat edhe pranë zyra Komisionit Evropian, pranë organizatave ndërkombëtare. Në Kombet e Bashkuara është një listë shumë e gjatë. Studentët nga vendet të ndryshme presin mbi 1 vit, 2 vite, me gjetë një hapësirë 2-3 muaj me ardhmë bo praktikën në Kombet e Bashkuara. Unë kom pas mundësi për intelektualët shqiptare me rekomanduar misionin shqiptar që ka qenë një përvojë e mirë për studentët shqiptare të përfitojnë nga përvoja diplomatike. E për këte, ne do mbesim urë e rjetit të bashkëpunimit shumë palç në radhë të parë mes institucionet shqiptare dhe atyre ndërkombëtare. Diçka vërtet për të vlerësuar, si nga universiteti, ashtu edhe i gjithë qyteti i Shkodrës. Ju falenderoj shumë, faleminderit që ishe me mua në këtë intervistë kaq të këndshme. Dua në fund një fjalë përmbyllëse ose përshëndetëse nga ti për Shkodrën, për këtë qytet të mrekullueshëm, për samitin, për çdo gjë në përgjithësi, një fjalë shumë të vlefshme nga ti këtë mëngjes. Uroj nga Shkodra dhe Prishtina të krijohet një urë e kulturës, e bashkëpunimit mes dy kryeqyteteve, që një afërsi, një klime përbashkët, gjitha këto të krijohen të barjera, se për kryetarin e Bashkisë së Prishtinës, përparim Ramën do të presë Zhenem me një agendë diplomatike. Uroj që edhe Shkodra tjetë pjesë e këtyre agendave, që një bashkëpunim, nivelli akademik funksionon, nivelli politik me bashkive, të krijohet një kapitull i ndritur, uroj nga zemra, edhe për qytetarë, për rinin shqiptare, për antarësimin e Shqipërisë të festojmë gjithë kombi në Bashkimin Evropian që të hapet rruga edhe për Kosovën dhe zhvillimin e ekonomik, diplomatik, kulturor të trojve shqiptare. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi për mua kjo intervistë dhe kjo bisedë kaq e këndshme në këtë mëngjes në Info Plus. Ju falenderoj me mirënjohje, respekt, konsiderat me stafin e mrekullueshëm, me këto studio shumë simpatike dhe përçuese tek qytetarët, zëri juaj është një zëri lajm i së vërtetës, i integrimit dhe mesazhit të paqes dhe prosperitetit. Është gjithmonë kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Star Plus. Takimi radhës së bashku nesër.